E vëdojmë sonte emisionin edhe një medalje tjetër nga një sport tjetër. Kësaj radhe është sporti i MMA. Medalja argjend. Shprovizlon. Fantastike, a? E këtë medalje e ka fitu në Greqi në pjesëmarrjen e parë të Kosovës në një kampionat evropian Ermal Berisha. Faleminderit shumë që je sonte me neve, Ermal. Shumë për ftesën, është kënaqësi që mesin e jusen. Po, me trajnerin Arjan Havolli. Faleminderit shumë në anën tjetër. Ashtu për ju, faleminderit. Me debutu është pak vështirë, po mendoj edhe emocionalisht, edhe je për herë të parë, edhe ndoshta do rrethona janë të reja për garust, për trajnerin. Çu është përjetuar realisht Greqinë? Unë Greqinë nuk më pëlqen hiç. Nuk më pëlqen ushtrimi ty në mas fort, nuk e di pse. Po njerë më kanë dënuar me kerr. Tani më kam jetë të qysh si pikë, që më kanë dënuar. Greqia eks. Po kur shkum për çudinë kam pritur shumë mirë. Në sill shumë mirë me neve. Diçka se kom pritur hiç, më thon drejtën. Edhe organizatorë edhe ata dhe Kate, po sa kena po shumë shqiptar. Atje? Shumë. Domthon na befasue. Edhe na kanë përkrau, na kanë fol, na ka ardhur si befasishëm. Tash pak emrat i kishin pak më ndrysh, ata shqiptar, po shqip na folshin, atë po mirë kanë shumë mirë. Na knoç. Ka, po më befasove me fillim, domethënë që të pjesë pas na di. Unë në Greqinë që ka, sidomos në çat vend, Lutraki ku isha i farvani dikun shumë larg dikun, atë 3 motor kena po me kombi bus. Si katon i vogël, s'ka i detit, edhe me të full shqip, na veket çudi, edhe kur deshan përësit bok, full shqip o burë ma veket. Me njerë njësë anglisht, can I please, edhe full shqip, se kishëm malicat Kosova këtu, tani... Ja, kam vrej. La kanë tu, po. Ermal, për ty si përvoj, hera parë me përfaqësu Kosovën, me MMA, pjesëmarrja parë me një garë të rëndësishme. Për mu normal hera parë edhe me rrinë këtë nivel evropian, po me përfaqësu Kosovën nuk është goxha kollaj, edhe se duhet me performancë mirë. E ki shtetin mas vetës? Po e ki një shtet, e ki edhe mi supe, po atje i shkon përvoja ke shumë e madhe, eksperienca ke shumë e mirë, na kam prit mirë, unë për vetje ku me çako mujt, nuk mujta me morë që ato që atë deshta, po apet ju mi knasht, pse s'm kalon mjek ta din me bu që ato që atë deshta, po apet ju mi knasht me medaljen argjend. Kjo medalje është si e ardhë dorën zamër, se është debutimi, e ardha normalisht. S'pe zvoglojmë se kish bo edhe matë madhe, po mendoj, në debutim me argjend është fantastike. Po nuk e menojsha vetën, nuk e menojsha fojtat e mi, nuk e menojsha humbjen, menojsha veç Kosovën. Të është flamuri Kosovës më ngi ca manelt edhe... Interesant. Kushërini Ermal Tarlindi Berisha është i pari që e ka marrë medalje botërore në MMA për Kosovën. Një maf. Ermali ka marrë evropiane. Që është një lidhë sanet. Familja. Familja është interesant që një lidhë sanet. Ai botërore kjo evropiane, fantastike, a? Kismet o botërore. Ama ishte nalë pak të rrugtimi i Ermalit se ka shumë interesant. Mundësia për me marrë të ardhën ka qenë shumë e madhe, po ka pas një problem të finalja. Çka ka ndodhur realisht? Me të drejtën ndeshjet parë kur ja nisi luta, në minutat parë ndodhi një fatkeqësi shumë e madhe se ma çau vetën kundërshtari me kry pahiri. Po që ajo ma penalizoi me mrin finalën. Unë nuk e pata problem me hin ndeshjet dytë, si thash unë du me garuj, thash e marr me medalje, thash më ja çu Kosovës, thash. Tani ata me që të sanë adin, unë nesën edhe më lanë më rejnë ndeshët dytë, po në ndeshët dytë u përkecua ala gjendja. U qelvara ma shumë, gjak ma shumë adin, tani kur nesë të tërpuna me një finale, më thanë mjek, nuk do me ta rreziku shëndetin. Tani kur menova që në shëndeti është pyetja adin, thash medaljen e marrë edhe hera tjera, kismet, kom ja pru Kosovës një. Pra, do me thonë, vetëm arkada ka qenë problemi, pasi për ndryshe, ty të shumë pasin finalet të luftu. Për ndryshe kësha pru medaljen e artë, se kësha lun ati kur. A u friksu këndërshtari? Në ka vetë të në kohën, ashtë në regullë, po vazhdojnë, a mirë, a mërë për peshën. Unë po të thëmë, o konë interesant se këtë dy ndeshët ma herët, në konë shumë atë fështira, edhe besej që finale është konë shumë a easy, se këndërshtari konë nuk po du me qitë poshtë, po konë maj dëpë se këta dy tjirtë. Konë shumë maj dëpë. Thjesht,
rrethonat erdhën çish erdhën, ndodhi çish ndodhi. Atë se në fakt edhe shpot Ermol në na lanë edhe më shumë se që duhet me garue. Se me rregullore është si të korrë dhe gjakun ndërpret. Po. Atë po çaq shumë që na tu po presionin tu thonë në orë për me marr medalje kështu ani e kënej presion s'kishte ta më thonë ani okay veç vazhdoni atë po keni arritë deri te argjent ashtu po skot me gjik se këna shty po ashtu është Arjan çush është prej perspektivës trajnerit me arrit në kësaj sukses me këta garues që keni pas me veti në Greqi ngom kita djem që kanë përfaqësuar Kosovën në ditë e kanë dhënë më të mirën pe vetës më thonë kështu me përgjithësi të plot e kena marrë për gjitha klubet Kosovë që kanë kena marrë garues e kena bo bashkë, e kena dërgu kena pos 5 junior, 5 senior tash normal që dikush kanë hup, dikush kanë me fitu ata që kanë fitu, ata që kanë hup mirë po këti në mënu me dhonë më të mirën që është interesant sporti me mas të na shumë i ri po shpirti luftarak të na nuk është i ri, u konë gjithë në sportin luftarak gjithmonë shqiptar kanë shkëlqy. Do gjithmonë kanë më shkëlqy. E kanë atë shpirtin luftarak në vete. Ta domon na çajna stërvit me këta djemt u kon sa më bazike që i bëna në herë, i bëna gjithmonë pse në fakt me bazike të fitohet ndesha, mirë po ideja që këta çysh kanë performuar, çysh kanë luftuar, kon që i kanë dalë pje vetës, i mënu me 100% me marrë medalje me garua, edhe na si trenera unë Lirimi, Visari, Diari, këta najna befasuar me performancën e tyne. Dhe na shumë knaqt. Normal që gjithmonë kanë dorë fitoren, pse të cilët, po prap unë besoj që botërori ka me kon botëror që kena plan me mushtru me shku, kena me shkel. Sa me thonë, më shkype hupa? E ka po që ka morë veti atje. Me thonë, më shkype hupin botëror, kur heq. Ai Ermoli këto i pasy, na me thonë, po shkype hupim. Jo, këna me stërvit shumë. So e një përgadit për Evropian, a keni pas kohë mjaftu shumë përgadit? Për fat keq jo, sa këna dosht, po se erë pak si shpejt, gjithë shka. Po, shumë shpejt, për arsye se na konë fillimisht në federat tjetër botërore në MAF, ato i na tërhikin në qatë moment që presidenti Federatës Sërbisë o bo presidenti Federatës Evropiane, na tërhik për asaj federatë, meher. S'ka doshe pas punë ato kur gjeq. Edhe, këna Arbeni kryetari, ka propozu me kalu në Gama dhe i Mafi e njëjtë, në 98 antar i ka i Mafi, 95 i ka Gama. Aty. Edhe një sen që është nështë ta Gama pak ma e ronë, pak ma e rëzikshme që i lejon edhe profit me karu në nivel amator. Në qëtu loj. I Mafi nuk i lejon, po të këta i lejon, do mund, po muj me thonë që nështë ta eksperienca aty në fajtera është ma e furt se të i Mafi. Që mund rejnë edhe profit dhe rejnë ato. Do mund nëse ti rejsh në UFC, rejsh në Gama. No problem. Po, Arbeni ka pos kontakt mira, këna full në kanë ata për shkak të Arbeni të lirë, ka thonë po, edhe ke shpejt, po u dash me shku. Po, aty ajo s'do të diskutojmë. Kjo mundësi vjen një herë, edhe? Absolutisht. Edhe u dash me kap këtë mundësi, edhe, po kësaj ere këna mu përgatit shumë. Që ashtu këm idenë. Po kthehem te botërori, pasi të pyeti Ermali se Ermali ka pas edhe një san shumë interesant kur or puna te matja, te pesha. Në matjet e para që janë në rregull. Në rregull. Po ju ka ardhur një befasim asanej. Po. U mata ditën e parë dhe kesh në rregull me peshë. Po kur rriva në ditën e dytë, unë isha përgatitur për ndeshje. Po për më na fajteat kam pak çep me hunger shumë, a din? Edhe hojm, nuk është se hojm, po hypa në peshë shumë. Unë me mena adin se i heki kilat, adin s'ko më rej deri mas nesrit. To i logari 2-3 dit? Po, që logaristën i heki gjatë qasaj periude. Të në vesh kur përna shkum trajneri në 7 promis ta nesën sa bajkin një matet apet. Kur hypin vagun 76 kila e gjys. Sa dash më konë? U dash më konë 70.3. Thash vetë me veti, thash e hangëm tonë, si ekip, se tonë ishim qashtë. A ishim pizza bara me muë. Edhe keshën u knaqën, se i erë qeri, a ketë. Nuk u rehën, hangëm buk, u knaqën. I shkova ta e një, dhe shka me bo, ta hani pizza, tha. Edhe shka me bo, shkova në dhomë, i thash djem, a di shka përbojmë, tha, mës të bofshin për vetë, thash përbojmë për Kosovën, bële. Thash bile për qëta përbojmë, thash, se i lirin, një natë ma e, na pat motivu ma ato fjallë, tha i kom hek 14 kila për 4 dit,
Tani kur e mendum çaj 5 kg për 3 orë tham pi hekim. Jo më vesh trash, jo më vesh 2 portesha. Kom vesh ato carodës 2 portesha për mi, edhe më dal 2 orë kon gojt rreth fushë. 2 orë pa ne olë ças minut. Tu pik uj. Tani jam shku në dom, i kom hek teshat, jam hin sa një 2 orë, po ato jam hin 2 orë. Po kur jam dal pse unë veç u dash me mshtrajnë krevet edhe më çfarë do kanë flajt këtë shumica ashtu kanë pas me ik shumë. Ky ka pas ndoshta më shumë se këtë, atë. Se ky vjen 6 kg pa me për 50 diçka. Po, për 3 orë. Për 3 orë. Po për punë me hek më jetë me pushu më shumë se edhe gjumi ndoshta ti hek pak, a din. Po. Stabilizohesh. Po edhe pushon deri në mëngjes, a din kitën e fuqi për mu stabilizohet me peshën e re. Po tani e bona peshën sabah, huna piva edhe musha energji tani isha gati për fajt. Edhe mos se ka pas problem peshën. Ja. Po dhe se edhe i kena i gati, po atë pa mendu. Po ata, mo në herë djegësh. Po dhe? Pa ja, tani sa. Ama ka interesant fakti që këtu matësh më shumë se një herë. Po, nuk është te profit, për profit matën e ditë përpara ndeshjes dhe u krye. Po dhe mos këshyrin. Ja, në gara evropiane në nivel botror, të këta amatorët, të organizata matësh çdo ditë. Fiton, nesër mëngjes kemi mat prap. Kemi qenë gjithmonë pesh. Nuk jem pesh, nuk ka tolerancë, zero toleranca, 0 gram. Nuk ka tolerancë. Ec. I dashat të dhojnë edhe dhe ti kryjnë të atjirt mi mat, se dhe ti kryjnë të atjirt mush me hik pesh nëse mush diçka me bo, si jem pesh, ec. Krye. E përmendi Ermali edhe Elir Latifin edhe Arben Latifin, dy vllaznit, tashmë për Elirin e Arbenin e njohim gjithë, edhe ata e keni pas atje për kraje. Na kanë befasu, Arbeni e Eliri në orë 5 e ditën, na kanë orë, mes më na motivu pak na on për kraje. Nuk e kena prit. Në orë kena dalë natë kena fol. Çat natë ta kanë hongër. Që u tranung ta ketë. Unë ju dhaj ai këshillai që tregoj kësa në historia e Iliri Arbeni sa duhesh. Këta HNG si me qenë ditë film. Edhe atë po prapse çat Iliri Arbeni falenderoj shumë, atë kam bëu shumë. Ata kanë bëu shumë, alo po bëu këtë federat. E vërtet. Kanë dhënë shumë për këtë sport, atë edhe i kanë motivuar, kanë dhënë shumë sene që besoj këta kanë pas nevojë me një dikuj që u kanë në rangut kaq të lartë. Edhe çfarë më thon, me ngu historina për Ilir Latif, Arben Latifit, s'përfundojnë kur. Nuk ndodhin shpesh. Jo. Është shumë rrallë. Po. Na ka pasur. Kur e mendojmë për shembull Hamzat Chimaev, Nurmagomedov, krejto rreth i tij. Mori këshilla për Elita. Mori këshilla për tinej. Ma ka tregu herën e fundit kur kam pas intervistë, ma ka tregu në një video në Dagestan. Po. Çfarë respekti në palestër është e pabesueshme. E pabesueshme. Elir më ka treguar në sa më është interesant, nuk dia ka tregu ty. Me shkon në Dagestan thajnë ha 2 lagje të mëdha. Shumë mëdha, ha të njoftën tha. Njëra ka në Kosova, njëra ka në Albania. Ja është spedesha. Pa ke thajnë shqiptar. Shqiptarët në Dagestan i kje. Shumë interesant, ha. Kur jemi tash ka fundi, mbetëm pa përmend edhe synimin kryesor që mbetet kampionati botror, por para botrorit, derisa diskutuam jashtë, pa që fillimisht duhet me organizu kampionatin e Kosovës, pastaj me mendu për botror. Ideja është me bën një kampionat Kosovës, prap, kena marrë herën e kaluar kena marrë një kampionat bajagit mirë, kon shumë i mirë. Niveli kon top, po doja prap me bot njëjtin. Po mënyrë tetor, nëntor. Po me bë këtë kampionat, edhe tani 10 më shkon botror, botrori nuk u vendos hala ku ka më majt, sipas gamës, po kanë thonë që është Evropa bile? Po, është në Evropë gjithësysh. Okej. Po nuk e kanë vendosur hala vendin ku tek më shku gjithësysh po ja kanë ofruar në mundësi gamës, tash na Kosova ç'është fort, edhe ka thonë që na jena të gatshëm me majt evropianin në Kosovë të të nëvetë. Edhe, unë menoj që ministria këtu dhëtë me në përkra neve, federatën tonë, edhe me pru diçka shumë të madhe në Kosovë. Kjo kështë më qenë kulmi. Audienca që e bjen sporti, zdo sport luftarak, po sporti e më mas, në ditë sotme është jashtë zakonshëm. Edhe me bajt një kampionat evropian në Kosovë, kjo kështë më qenë fantastike, ja. Do më synimi, kampionati i Kosovës, botrori, tjetër vjetë, evropianin në Kosovë. Përzgjedhja për botror? Përzgjedhja për botror, për pos që ka me konë garust brendshëm të Kosovës,
që kena me zgjedh më të mirët, elitën, kena plan kësaj here me rrit numrin e garuzëve edhe me marr edhe garuzë që janë shqiptar jashtit. Diaspora, që janë me pasaport Kosovës, se normal atje kur shkojsh duhet me ka me pasaport Kosovës, nuk mundesh me garu. normal. Edhe me shku me një elitë të fajterave. Pse mos më avon mundësinë edhe atyne? Edhe ata janë pjesë e jona. Edhe ka plot që merren Edhe ka shumë që merren, edhe janë talenta, janë edhe besoj edhe nashta edhe këto i ndjeset pak zjarmi, pak punojnë më shumë. Fantastike, ja. Çështojnë planet. Ermal, kampionati i Kosovës, pastaj botërori. Po. Unë me thonë drejtën, kampionati e Kosovës kur pata marr pjesë, edhe ajo kom përvojë mirë, po unë kom qep me sprovu vetën pak, me po vetën ajem të hes rrugës drejt, se kur t'ja nis me të bu ma zërë shë vetën, aje të punu fort, asje të punu fort. Sa? Në që të gorë në vërplan e pova vetën se duhet me punu halo ma shumë, halo ma fort, se botërori ka me konë një sfid, jo e madhe, po ka me konë shumë e madhe, e kena me pas një barë shumë të madhe në shpinë, se gjithësisht duhet me aprovu një medalje Kosovës, kismet në botëror. Edhe logjikisht pa u fut në këso nivele nuk rritet as niveli atë. Pra botërori është dihet. Një derë e madhe. Po, unë jam i kënaqur, e hap ato ça mujta me hap. Normal unë kallëzohet pata që me marr medaljen e orë, po s'mlan morres, unë ja u kisha marrë. Kur flasim për fatin sportiv, ja u kisha marrë gjithësysh. Po, kismet kom e punu fort, hala ma fort tash, se u pata përgatit shumë për qitë garë, u shtresha ka 3 ditë, pëse ta s'ka e s'mbesën. Po, ka 3 ditë kom ushtru, edhe punesha, edhe u shtresha, dhe me thonë, nuk mundasha me gjithë në stop ko për ushtrim. për 2 javë. Po, kismet kom e punu fort edhe se lupa e apruj medalje Kosovës, 2-tin, 3-tin, parin, kismet. E kemi edhe klubin tjetër 038 me të cilin keni shumë lidhje. A mund t'i jemi të kënaqur me nivelin deri ku jemi tash? Pa dyshim që është më kënaqur. Kosova i ka, po them, maksimum 10 klubet më mas në krejt Kosovën. Po. Në sen që na dallon, s'po du me qitë poshtë asnjë federat tjetër. Këtë në këto 10 klube bashkëpunon shumë ngushtë me njërin tjetrin. Shumë. Po bre u befasova edhe me lidhjen, për shembull ti me 038 që tha shkoj ushtrej aty kthehen atë ekipi jam. Këtë klubet Terezojt vinë të na, Prizreni, Prishtinës Mezveti. Kush kujt mundet me ndihmu? Po komunitet çaq i vogël, nëse dohum komplet, na kat ka me kon. Gjithmonë mbledhëm u shëna bashkë ina në pjesë e trajnerëve që kena qef me komunikojnë shumë mirë me njërin tjetrin. Edhe punojna shumë, edhe besoj që nëse vazhdojnë kështu, ka më shkuar veç nalt e më nalt. Unë ju uroj shumë sukses, faleminderit shumë që gjatë kohë me konson të prezente na. Unë e kisha pas qef veç një fjalë më shtu. Po. Federata MMA-s Kosovës është ende pa licencim nga ministria. Për arsye që nuk po duam me cek. Okej. Unë e bëj thirrje ministrisë më na licencu, më na suportu përshetni edhe vet me shkun kampionat evropian 700 pjesëtar, 700 pjesëmarrës me marr medalje, 3 medalje Kosova. Unë nuk e di çfarë më bë më shumë ta djemt, edhe ta po ushtrojnë për shkrim për përfaqësojnë Kosovën, nuk përfaqësojnë vetën as kërkon tjetër. A keni marrë përgjigje zyrtare pse ka ndodhur kjo? Gjithmonë kanë qenë ndryshme. Sa është ndru ministri ose dikush ka në ndryshme. Kështu që nuk po du me hjasoj, nuk po kur nuk i bin fije që shokon puna. Jo, po është edhe mkat për neve çfarë veç emri i kryetarit edhe vllau i tij çfarë emri ka në botë, domethënë është mirë më na dhoni për kraje. Më na licencu. Edhe kaç besoj edhe këta djem tani kanë pas pak një absolutisht po. Një shtesë, më shumë një motive, më shumë me punue. Tash kaç kjo adin pe me, ndoshta nuk kjo fjalë nuk vlen shumë, po na kem për detyrë me përçu mesazhin. Na duhet. Pastaj na mbetet mos më na dosh këndim nuk e them hiç. Po, absolutisht. Po jo, s'është e rëndësishme se kjo është kyçe për vazhdimsinë e sportit, për organizimin e garave, gjithçka tjetër. Unë du me nesër me orë me mojt në Evropian qëtu, edhe pa ministrin, pa shtetin, s'më e bëj. Po. E dojna që të suport edhe besoj që e meritojna. Faleminderit shumë për kohën. Uroj që mesazhi shkon te vani edhe zgjidhet shpejt këtë çështje. Faleminderit juve. Faleminderit shumë Ermal, shumë suksese në vazhdim. Shumë faleminderit për ju.